Amerika luft kundër Iranit. Avioni i apokalipsit u ngrit dhe kur ngrihet avioni i apokalipsit, diçka do të ndodh. Kush është turasisht e t'i bëj like faqes që jemi sërish, nëse nuk do të ketë luftë të tretë botërore dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Kisha paralajmëruar para disa kohësh, jo sepse kush e di se çfarë di, por normal, duke e lexuar dhe duke u informuar, kisha parashikuar që në qoftë se Irani do i bjerë Izraelit, do ngrihet Amerika, dhe ashtu ndodhi. Pra, Irani e shkatëroi Izraelin, sepse mjaftuan vetëm 2 net për të shkatëruar një pjesë të madhe të Izraelit. Dhe Izraeli, normal, nuk kishte aq forcë sa ta përballonte, sepse edhe pse dikush mendon që Izraeli kishte forca të armatosura të mëdha, ose ka forca të armatosura të mëdha, ose ndoshta dhe një arsenal të duhur, gabim. Nuk është ashtu. Sepse të gjitha ato pjesë ndërmuese që ai ka sepse ja ka falur Amerika ose sepse ka mbështetjen e Amerikës. Por problemi nuk është këtu. Doja t'ju pyesjeve, ju thash që mund të ketë një efekt domino, nëse mbani mend. Dhe pyetja ime është, Putin është aleat i Iranit, aleat i vendeve arabe dhe i Turqisë e tjerë. Dhe kishte paralajmëruar që në qoftë se do të ngrihet Amerika kundër Iranit, ne jemi të gatshëm që përbri Iranit, sepse Irani është shumë afër, siç e dim, me Rusinë. Dhe Rusia, përveç kësaj, është aleate. Dhe pyetja ime është, pse nuk ngrihet tani Rusia? Ju si mendoni? Pse nuk ngrihet tani Rusia kundër Amerikës që të mbrojë Iranin? Ndonjëherë duket sikur janë të gjithë bashkë dhe e bëjnë të qëllimshme për disa arsye gjeopolitike ose për arsye të tjera. Megjithatë, duhet të dini që avioni i apokalipsit ose apokaliptik u ngrit në Amerikë. Janë 4 avione të tillë. Avioni apokaliptik është një avion që ka çdo gjë brenda. Mund të rri të fluturoj për 13 orë, pas një problem. Dhe aty është çdo gjë, sepse ka oficer të shërbimeve sekrete, ka njerëz të përzgjedhur, aty mund të qëndrojë edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nga aty mund të lëshoj armët si të dojë ai, sepse kutia që mban gjithmonë me vete sekretari i tij, mban të gjitha bombat ose si themi, ato lëshimet e bombave të gjithë Amerikës dhe jo vetëm në Amerikë, por edhe në të gjitha vendet ku ata kanë bombat dhe kanë këto arsenalet, duke filluar që nga Evropa deri në Shqipëri, në pranë Kosovës e tjerë. Dhe doja t'ju thoshe që kur lëviz një avion i tillë, sepse është një avion i modifikuar, bile ky avion mund të qëndrojë edhe 3 ditë në qiell me një furnizim në qiell, pra nga një avion tjetër. Dhe ky lloj avioni, siç ju thash, kur ngrihet ky lloj avioni, ka një situatë vërtet delikate. Një avion i tillë u ngrit përpara se të fillonte lufta në Ukrainë. Dhe ja u kam thënë këtë në një video dhe ul në Suedi. Dhe e njëjta gjë po ndodh tani në këtë moment që po ndodh lufta në Iran. Tani çfarë ndodh? Çfarë do të ndodh sa afërmi? Para disa kohësh, një specialist evropian tregonte, një gazetar tregonte që do të jenë vetëm çeta luftesh. Me një fjalë çeta këtu dhe aty. Nuk mund të ketë një luftë të tretë. Dhe do t'ju them se pse, thoshte ky. Sepse ai flet për grupin e masonëve ose ata që drejtojnë botën. Dhe ai thotë që këta që drejtojnë botën kanë të gjithë monopolin në dorë, kanë të gjitha lëvizjet, kanë armët, kanë mediat, kanë politikën, kanë çdo gjë. Dhe këta duan një jetë të qetë. Nuk u intereson këtyre që të mund të bëjnë një luftë sot, sepse lufta u sjell vetëm probleme. Përveç se duan të jenë të qetë, ata kanë frikë se nëse do të shpërthejnë bomba atje lart, pra në atmosferë, do bien në tokë. Dhe edhe sikur t'i luftojnë, këtë po thoshja,
por edhe sikur mos i luftojnë, ato bie në tokë dhe të gjitha armët që bie në tokë lëshojnë lëndë radioaktive që me kalimin e kohës do të duheshin mijëra vjet që ato të mund të shpërbëhen në atmosferë, sepse është tepër e vështirë që të shpërbëhen. Dhe ata, pra këta që drejtojnë, jetojnë në këtë planet. Ku do shkojnë këta të jetojnë nëse do shpërthejnë këto bomba? Pra, në sintezë është që edhe sikur dëgjojmë këto shpërthime këtu apo atje, pak rëndësi ka sepse nuk janë shpërthime atomike ose të lëndëve radioaktive. Për shembull, Amerika e shpartalloi bazën e Iranit, aty ku pretendoi që kishte lëndë radioaktive. Disa thonë që kanë gjetur, të tjerë thonë që jo. Megjithatë e shpartalloi. Në një natë të vetme e shpartalloi duke e rrafshuar të gjitha të zonë dhe tani Irani e ka keq punën sepse nëse do filloj sërish që të kundërvihet, ka probleme të rënda. Ju pa ta thënë para disa 2-3 ditësh që gabimi i Iranit ishte që në një parlament ku janë krerët e vendit të mund të djegësh flamurin amerikan, ky ishte gabimi më i rëndë. Unë mendoj që ndokush nga ata kush e bëri këtë gjest ka qenë dikush që e ka bërë të qëllimshme. Jo për amerikanët, por për vetë Iranin. E ka bërë të qëllimshme kundër Iranit. Ju them se përse. Në një parlament, nëse ngrihet një politikan, për shembull në Shqipëri, të ngrihet një politikan dhe të flasë kundër Amerikës, ose ndoshta edhe kundër Rusisë, ose kudo qoftë tjetër, ai do e bëj vetëm me anë të bazave, por të djeg flamurin, atëre do të thotë që nxit një luftë. Dhe nxitjen e luftës, një njeri që e di shumë mirë që nuk mund të përballë dot një përbindësh, e bën të qëllimshme. Pra kjo më bën të mendoj që e bën të qëllimshme që nxit luftën. Dhe ai që e bëri, sepse burare, po shikoja kush mund ta ketë bërë, por dikush ja dha në dorë, dikush thotë që e bën të gjithë bashkë, megjithatë pak rëndësi ka. E rëndësishme është që sot gjendet Irani në një situatë vërtet shumë delikate, të vështirë, sepse tani do po përballet me dragojin dhe është vështirë që Irani të mund të fitojë, sepse tani, meqense sa po filloi kjo luftë, jam i bindur që nuk do mbarojë mirë kundër Iranit, sepse Irani edhe nëse ka, siç thotë, me një fjalë siç lexova disa artikuj që bota do ta mbajë mend për tërë jetën atë që do bëjmë ne, thoshte Irani. Dhe mendohet që shërbimet sekrete e dinin prekosh se përse bësh fjalë dhe shkuan pikërisht aty, pra shërbimet sekrete amerikane, dhe shkuan pikërisht aty të shkatërronin atë vend ku Irani mendonte që të mund të shpërthej diçka që do ta mante më bota. Megjithatë do presim në orët e ardhshme, nëse do të jetë e vërtet ajo që tregonte lideri iranian, por kjo është situata e tanishme, kështu që unë mendoj që duhet rrim të qetë, qoftë në Evropë, por qoftë edhe në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malzi, sepse nuk mundet që të shpërthej diçka. Nëse do shpërthej nga ana e Kosovës, sipër Kosovës, sepse duan që të shkëpusin Serbin nga Rusia. Ky është mendimi im. Megjithatë do shohim koha do ta tregoj. Pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni për këtë situatë, për Iranin, për Amerikën, për Izraelin e tjerë. Ditë të mbarë.